Api mua, pa mu desh 1 orë të mi këtë gripi. Hop tani me erdi. Netanyahu me trap në shpinë e bardh, çfarë po luhet me gazë. Ua, me erdi një opinion tjetër tani. Por ti do të bësh emisionin me me. Po 1 sekondë edhe kështu. Ç'kemi çani më thot tjetri. Jam kundër dhe Izraelit dhe Palestinës. Ky është një opsion i tretë. Pra, opsioni i parë është diplomati i huaj që tha jap se Rama e ka gabim, duhet shkoj për shkenca politike dhe e lexova. Se shkam që të lexoj prapë 3 ato në fund, është perë, janë shumë të gjata, 1 sekondë. I dyti ishte që e jepte drejt Ramës, i dyti. I treti thot, jam kundër dhe Izraelit dhe Palestinës. Të dy janë të zënë peng nga nacionalizma, teokraci dhe gjak pafund. Zgjidhja pikpyetje. Le t'i kthehemi rendit të vetëm që ka pasur një vizion të qartë, mbretërisë së Jeruzalemit. Kryqëtarët frank të krishterë që nuk bënin dallim, vrisnin si hebrej, ashtu edhe mysliman në emër të një mbretërie qiellore në tokë. Nëse drejtësia do të rikthehet ndonjëherë në ato troje, le të rikthehet me kryqin me shpatë dhe me zjarr, siç bënte Perëndimi i vjetër. Ironikisht, ndoshta vetëm një absurditet historik si ky mund t'i jap fund këtij absurdi modern. Me shpatë edhe kë. Po me këtë je dakord? Po jo. Jo, ky është opsioni tjetër, se e vure re. Sa herë që është provuar kjo, me kryqëzatat, atje është bërë gjaku më shumë se sa çdo herë tjetër. Originisht, nuk e shmang këto gjaku, ndaj vetë. Po mirë, po s'është kjo. S'është kjo. Kjo është më keq se sa kjo që kemi tani. A di që ti ndonjë formulë? Por 1 sekondë. Originisht, a di ndonjë formulë ti vëlla që po do të hash vezë, më fal, po do të bësh një omlet ose vezë sy, si i quajnë këto? Po, omlet. Të mos përdorësh thuaje. Thyrse vezësh. Mos thyesh vezët. Jo. A di që ti po do të hash omlet mos përdorësh vezët, vëlla? A është e mundur? Nuk do. Nuk do. Kështu është dhe punë e gjaku. Ti do të më heqësh mua dhe Sebastiani, dhe ti papritur, beni humanitar dhe kjo është gjë e bukur për të dëgjuar, por është kjo e vërteta. E thasve me mut që në këtë rast janë mbi 80% e humanëve, por mos më shumë. Gojimve, se ke harruar shprehjen, gojim. Do e përdor, por në këtë rast nuk do e përdor. Dhe thasve me mut të cilët duam jam mish për top që do bordoren për gjak. Tani, pse drejt që të hajde në këtë studio, ne duhet të flasim të jemi politikisht korrekt. Nuk mund të jemi njerëz të vërtet me veten tonë dhe me ata që na dëgjojnë. Po çfarë duhet të themi më? Që Izraeli ja bën mirë apo Hamasi ja bën mirë tyre? Po mos doshta, shiko. Mos doshta, të gjitha kanë gabim, po një gjë është e vërtetë, që nga lufta nuk shpëtojmë dot. Në luftë kemi qenë, në luftë jemi dhe në luftë do të jemi. Her pas here na duket se jemi në paqe. Është pjesë e natyrës njerëzore. Të lutem, pse kundërshtoni? Po thjesht çështja që nuk isha dakord me, se në fillim mendova kur e shtrove si ide, mendova që ju po thoni njeriu është krejtësisht qenie që do luftë, do gjak etj. Okej, ka pjesë natyrës, por nuk është krejtësisht kështu njeriu. Nuk është tërësisht. Po gjatë luftës ka dhe pushime. Po patjetër gjatë luftës. Ndonjëherë luftat janë të domosdoshme, më. Po për të arritur qëllime paqësore. Ndonjëherë janë shumë domosdoshme. Por ku ta nxjerrin humanët e shkretë energji negative, mos Sebastian? Ma thua dot më burr. Ti e di që ne kemi brenda ne çdo human ka energji negative. Ku si ta nxjerrin? Lufta është gjithmonë një nisje e re. Lufta s'mund të mund, tani fillova. Koncepti luftës është në teologji, koncepti luftës është në evolucion, koncepti luftës është gjithandej. Arti i luftës është themeli i ndërtimit të partive politike sot, është themeli i ndërtimit të strategjisë. Pra, në vetvete, tani Thomas Hobbesi ka Leviatanin. Homini hominu lupus est. Ndërkohë jemi te fabula tjetër, Netanyahu me Trump në shpinën e bardhë. Asaj do t'i jap përgjigje tani. Është njeriu për njeriu në shujk. Ka 2 teza që janë. Një tezë është e Jean-Jacques Rousseau, që njerëzit janë të mirë në themel, dhe një tezë tjetër është e Hobbesit, që thot njerëzit kanë ambicie, egoizma, dhe gjatë kohës që bëjnë lëvizje për të mbrojtur egoizmat dhe ambicjet e veta të vrasin. Patjetër. Tani kjo Hobbesit tani është e vërtetuar. Ajo tjetra feja na mëson që njeriu është qenie mirë, më ton për mirë, ka virtyte e tjera. Patjetër. Nietzscheanët thonë që kjo është për të mbajtur në kontroll, se dikush tjetër kontrollon fijet dhe të çon ty në luftë. Bravo. Pra ato kryqëzatat që bëheshin nga të dyja krahat, këto muslimanët dhe këto të krishterët, ky mbreti dhe ky sultani ngeleshin pa lek dhe thonin do marrim atë vendin atje sa jesh i shenjtë. Kjo ishte gjetje pa parë. Edhe shkonin të dyja palët e rrugës, të dyja palët plaçkisnin këtë dilte përpara. Ja,
Nëse kjo është i tezë, po duhesh flasim për ato përplasjet e ta. Jo, për një sekondar. Netanyahu me Trump në shpinë e bardhë. Tani, po Netanyahu me Trump në shpinë e bardhë. Çfarë po luhet me Gazën? Jemi në fund të emisionit. Fund të emisionit, po ja përgjigjen time që të japi profesori. Jepi. Unë po marr formulën e Primakovit. Yevgeni Primakov është një diplomat i madh rus, ish ministër i jashtëm. Për një trekëndësh që ai e ka interesant, në fillim fare e ndërtoi Mosk, Pekin, New Delhi. Aktualisht kemi një trekëndësh Mosk, Pekin, Iran. Vizitën e Netanyahut në shpinë e bardhë, për mendimin tim do ta shohim me vizitat që bëri Irani në Mosk dhe në Pekin. Gjithçka po bëhet sot sa i përket marrëveshjes bërthamore të Iranit. Në këto çaste që flasim, çështjen e Gazës e ka të zgjidhur Netanyahu. Nuk ka probleme. Thua s'ka shku për Gazën. Nuk ka shku për Iranin. Ka probleme me çështjen e Gazës. Problemi Ka të zgjidhur çështjen e Gazës, si ka Tani, kemi një sinkron, E kemi? Për mendimin Ja sa të mbaroj Sebi, para gjinishit tim, të e bëjmë sinkron. është Irani në mes, sepse përkojnë vizitat e diplomatëve iranian në Pekin dhe në Mosk dhe vizita e Netanyahut në SBA. Deklarata e Trumpit ka të bëj, po t'i shohësh njëra pas tjetrës, nuk kanë të bëjnë me Gazën. Gazën e përmend vetëm kur takohet me Netanyahun. Twitterat dhe shkrimet që bën Trumpi, po t'i shohësh me kujdes, dhe grupet e punës kanë të bëjnë me Iranin. Në Xhedah të Arabisë Saudite janë 6 apo 7 grupe pune, 7 grupe pune nga cilat vetëm një është për Ukrainën. 6 të tjera janë për çështje të ndryshme. Një ndërto është dhe për Iranin, që do të thotë Izraeli ka një interes sot që të çojë SBA-t drejt një lufte, drejt bombardimit të centraleve bërthamore të Iranit. SBA-t nuk kanë interes të atill, sepse një luftë me Iranin do të ishte problem shumë i madh. Çështja, ajo që shohim ne tani, shohim një zhvendosje të lobingut izraelit për ta çuar SBA-n drejt një përplasje me Iranin. Trumpi, në mendimin tim, në qoftë se mund ta kritikoj tek çështja e tarifave, në kuadrin e zhvendosjes që po bën me Iranin, është një politikan gjenial, për mendimin tim. Pse e them këtë lloj gjëje? Sepse ai di shumë mirë që nuk ka mbështetje publikut amerikan për një luftë të re. Po i jep Netanyahut atë që do të dëgjoj bashkë me Izraelin, që Gaza do bëhet kështu se e kemi ne, se do e marrim ne tokën, se do ndërtojmë disa kulla. Në krahun tjetër, me armikun e Izraelit, po bën marrëveshje, sepse do tulet për bën marrëveshje bërthamore. Pra po flasim për një politikan të niveleve të larta në këtë, për Donald Trump, këtu. Pra, ajo që për ta përmbyllur gjithçka, duhet të shohim se çfarë bëhet me Iranin. Në qoftë se në botë shohim çfarë bëhet me Kinën, pra gjithçka. Jo me Sirinë, thua ti. Se kanë folë dhe për Sirinë atje, e kemi tani që flete për Erdoganin, i thotë Netanyahu, po ke problemet me Erdoganin, unë do ndihmoj, thotë se unë e kam mirë me atë, e kam më dëgjon mua. Por ajo që unë po them është kjo, sot në tavolinën e Rusisë, në tavolinën e Amerikës, në tavolinën e Kinës, është çështja e Iranit për një marrëveshje të mundshme bërthamore. Dhe Netanyahu çohet nga Tel Avivi, kur është në mes të luftës, shkon në shpinë e bardhë për të folur për këtë çështje në gjykimin tim. Në gjykimin e Sebit ishte kjo, po në gjykimin tënd? Tematik ishte. Një sekond, para se të flasë dhe ja për gjykimin tënd, le të shohim çik videon që ka. Jepi le të ta shohim pak të sinkron. Well, I have great relations with a man named Erdogan. Have you heard of him? And I happen to like him, and he likes me, and I know the press will get very angry. He likes Erdogan, but I do, and he likes me, and we've never had a problem, and we've gone through a lot, and we've never had a problem. We've always got, as you remember, we got our minister back from Turkey. You remember that? And this was a big deal at the time, and we got him back. And I told the Prime Minister, I said, just, Bibi, if you have a problem with Turkey, I really think I'm going to be able to work it out. You know, I have a very, very good relationship with Turkey and with their leader, and I think we'll be able to work it out. So I hope that's not going to be a problem. I don't think it will be a problem. Any problem that you have with Turkey, I think I can solve. I mean, as long as you're reasonable. You have to be reasonable. We have to be reasonable. Thank you very much, everybody. Kjo si fëmijë rritur ky Trump, ishte si bebe rritur është. Kjo ishte themra e Akilit. Nuk e thot Bibi, sa bukur Bibi. Për sa kohë që ju t'jeni arsyeshëm. Do të thonë i tërhoqi veshin Netanyahut. Gjithsesi, unë mendoj, jam dakord me atë pjesë që tha Sebi, që thirrja urgjente e Netanyahut, se zakonisht këto lloj takimesh kanë protokolle që zgjasin goxha, se tani ishte Netanyahu në shpinë e bardhë. Po pra dje për dje, po.
Jo, po ishte edhe një vizitë para kësaj, Qartë. është e dyta kjo, me periudhë kaq shkurtër. Kështu që është e vërtetë ai alarmi për diskutime dhe për marrëveshje direkte. Irani qëndron. Po, patjetër qëndron. Po tjetër kjo Por çështja intereset parsorë, po patjetër. Edhe Turqia, domthonë ka qenë këto temat. Gaza, tarifat, Irani, Siria. Brenda sepse Turqia përfshihet për shkak të Sirisë. Dhe Bibi, cilën nga ato të katërta ka prioritet? Sebi tha ka Iranin. Që të gjitha janë prioritet. Jo, tani njëra është prioritet. Jo. Ajo që nxiti, unë po tregoj analizat që bëhen sot në Izrael. Unë kam shumë dëshirë të rike Izraeli, domethënë në pjesën më të madhe të analizave, edhe për të arsye që Sebi e ceku pak më herët, që janë mediat demokratike dhe bëjnë, e vërtetë është që bëjnë një debat publik që mungon çani edhe në pjesën europiane. Nëse dhe atje e kontrolluar, përvarësisht se është demokratik. Ka debat shumë më tepër se sa ç'bëhet këtej për sa i përket Gazës, domethënë kritika e tjerë. Megjithatë, çfarë tha opinioni publik, sepse dihet që opozita e godet Netanyahu në mënyrë absolute. Opinioni publik ka të qartë tashmë që Netanyahu kërkon arsye për të vazhduar konfliktin me Gazën ose për të hapur konflikte të reja sepse është vetëm një mundësi për të qëndruar në pushtet. Ditën që madje kanë shkuar deri në atë pikë analistët që thonë ditën që do ikin Netanyahu mbaron luftat me Izraelin, nuk do ketë më. Problemi i parë ishte Gaza çani. Çfarë përgjigje dha presidenti Trump? Nuk jam i kënaqur me atë që po ndodh në Gaza dhe së shpejti lufta do mbaroj. Domethënë nuk e mori përgjigjen që donte Netanyahu. E dyta, tarifat. Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë luftë madhe tarifash e ka tarifuar Izraeli me 17%, ndërkohë që Izraeli 98% të produkteve amerikane i ka pa tarifa, me tarif zero. Dhe shekeli është i lidhur me dollarin. Po patjetër, gjithë monedat janë të lidhura me dollarin. Dhe Izraeli importon nga Shtetet Bashkuara të Amerikës 14 miliard dhe eksporton 22 miliard. Edhe këtu ka deficit goxhat, më thënë. Kështu që edhe ke problemi tarifave nuk arriti asgjë fare, presidenti Trump nuk premtoi. E vrava. Një mizë të mërshme, një sekondë të tregojmë, gjirisht kërkojnë ndjes. Patjetër. Ma më ndodh në emision, ka gjithë të vite, 22 vjetë që çdo sezon futet një mizë. Shikoj edhe jo. Ja ku është. Ja. Që nga mizë, çalloj mizë është kjo gjirisht, shive si. Këtë pjesë nuk marr. Është mizë shumë e madhe, me një kuriz, me një ngjyrë pak si. Me këto tarifa të tërbuara dhe mizat nuk përdorim ChatGPT-n live. Janë keq, përdorim ChatGPT. Nuk e vrava, apo kjo do e vrarë. Përdorim një ChatGPT-n live, e gjen dot çfarë mizesh apo jo? Po si ta tregoj ChatGPT-s? Me foto. Bëhet? E ke chat, po sigurisht. Mund ta bësh ti se s'di unë. Po. Na. Ktheja një herë. Ky është moment, zoja zotëri, moment shumë i rrallë në emision, një sekondë, do të them unë kur ta kapësh, të kapi Ledja, sa të them diçka. Moment që nuk para ndodh, jemi live, ora në këtë moment është 23-20 minuta. Unë nuk dija ta bëja, sepse jam brez i vjetër, po Sebastiani që është djalë më i ri se unë, është duke punuar tani me inteligjencën artificiale, me ChatGPT-n, dhe po i kërkon të kuptoj çfarë race është kjo mizë që unë sapo ekzekutova tani, me që lufta është luftë dhe nuk e shmangin dot kur. Ishte madhe fare. Prit tani. Duhet t'i themi që është e vdekur ChatGPT-s. Nëse Sebastian, çfarë thua tani, me z apo me shkrim? Me shkrim. Me shkrim, nuk e thua dot me z. Sa ti përgjigja Netanyahu, Sebastian. Jo, mire. Apo ta pyesim me z. Me z, e pyet dot? Po. Po fleto shqip ajo, flet. E ke atë versionin shqip? Se dia ta pyesim Pyete një herë. Çfarë lloj mize është kjo? Convert into text, thot. Ta këtho me tekstin, nuk e pas këti. Bëje tekstin. Okej, dhe po thoshje, ja ndërkohë që po... Pra po thoja, çështjen e Gazës nuk mori asgjë, për çështjen e tarifave nuk mori asgjë, 17% do të qëndrojnë tarifat doganore që ka vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Izraelit, çështja mbeti Irani. A pra Irani tha sebi pra. Dhe ky ka qenë problemi, ka qenë një nga problemet e mëdha, sepse presidenti Trump e ka bërë tashmë publike që do përfshihet në diskutime dhe bisedime direkte. Dhe tani u bënin bisedime. Dhe normal që Izraelit kjo nuk i pëlqen, me pak fjalë. Se Izraeli ka qytetën që kërkon të tërheqë Amerikën me vete, por t'i nën Iranit. Sakt. Me pak fjalë. Dhe fajtë shkretët më dhe. Je korrekt. Me pak fjalë, Trumpi po i thot stop. Nuk ke për të provokuar gjatë kësaj kohe që unë jam me bisedime. Janë duke bërë un deal me ata. Kaq është historia. Fyta. Ndërsa çështja e Turqisë pasaj përfshihet tek Siria. Edhe për ta mbyllur, nuk e di a jeti përgjigjja nga ChatGPT-a thuaje Sebastianit apo jo për mizën.
Erdi, ja para sa thot Gjirish më thuaj dhe vetëm një fjali të lutem, kjo historia me këtë Erdoganin, që thot Trumpi e kam pamerak se unë e kam mikat, tani është ai është njeri i mirë, kështu, i bën lajka i Erdoganit, që i thot dhe Bibit, i thot, jeni të arsyeshëm, po të keni një gjë, ju më ta zgjidhni vetë, po më ndryj dhe unë. Afërsia e tij me Erdoganin, valla. Trump. Për një sekond, është favor të Rancit, apo le ta themi. Atë fare. Fare sekond. Javën tjetër do t'japu një lajm, sepse është akoma herët, se si Mos e thuaj sot atëherë. Trumpi do t'i fusi një shuplak Ramës. Javën tjetër e lejmë për surprizë. Mos thuaj nga këto gjëra se dëgjoj janë. Njerë dhe një lajm këtu që ti kishe burimet sakta, por ai nuk po konfirmoi punën e palestinezëve. Puna e palestinezëve u konfirmua nga shtëpia e Bardhë, më burr ta tha presidenti Trump. Dhe ajo që ka bllokuar atëherë, ajo që ka bllokuar se na iku kjo ke pjesa parë. Ajo që ka bllokuar çështjet e palestinezëve është faktori ndërkombëtar, se sot e kësaj dite janë ngritur organizma në Izrael, janë regjistruar njerëz dhe duan të bëjnë dërgimin ose shpopullimin e Palestinës, ndoshta jo 100%, por një pjesë shumë të madhe me idenë e palestinezëve të cilët duhen të largohen vullnetarisht nga Palestina dhe Shqipëria vazhdon të jetë në listë, dashur. Tani, në të tilla raste, kur ne e tham para të gjithëve atë pjesë, jeti mirë të paktën, sepse kemi diskutuar, kemi debatuar, goxha ta themi, mos e themi, deri kur u binde që burimet ishin jashtëzakonisht sakta. Por megjithatë, kjo bisedë duhet anashkaluar me një fjali të vetme, Çani. Pas 3 javës doli Trumpi dhe e pohoi. E pohoi që Shqipëria është një nga vendet për cilët po negociohet. Dhe nuk është, dhe ndoshta na iku, nuk është larg mendjes që një nga arsyet, sepse do japësh diçka ti për të bërë lobim në Izrael apo. Ndoshta një nga gjërat që ka ofruar zoti Rama dhe këtu është hamendësimi, është pikërisht kjo pjesë. Jam gati ti marr ato palestinez, po mbzidhin ca gjëra të tjera këtej mata. Pikërisht, është duke bërë pazar deal te Rama. Është koha e dealit, po. Le temps du deal. Po. Thon francezët. Por ta mbyll Sebastian çfarë do thoshe me një fjali? Jo, unë do të thua shumicën. Okej. S'ka kuptim më i tham gjërat. Pra, ChatGPT-ja sot që flasim, një sekondë ja kujtoj njerëzve se ka që vinë tani, sapo vrava një mizë para 5 minutash, dhe Sebastiani propozoi të pyesim ChatGPT-n çfarë lloji mize është, një mizë shumë e madhe. I bëm një foto. Ja, mund ta kapi deri tani. Le dy e kap dot? Përballë Sebastianit? Apo këtë vështirë? I bëm një foto dhe ja dërguam ChatGPT-s. Po, dhe çfarë thot ChatGPT-ja? ChatGPT-ja thot, insekti në imazh duket se është një mizë blu. Ja një sekondë të kapi le dy në fytyrë ndërkohë që ti flet, se njerëzit nuk rrinë mizë dhe nuk të dëgjojnë. Le dy kapçi Sebastiani mizën e pam? Po, çfarë thot Sebastian? Insekti në imazh duket një mizë blu. Në familjen Califoridae. Califoridae? Po, në gjinin Califora ose Lucilla. Miza njihet lehtësisht nga ngjyra metalike blu ose jeshile që ka në bark. Bravo. Trupi i fortë dhe me qime, krahat e të dukshëm dhe madhësia relativisht e madhe. Ka dhe dhëna të tjera. Për çfarë po flasim? Aktualisht, ChatGPT-ja po na fut në një epokë tjetër të teknologjisë digjitale. Kjo dihet. Por nuk kuptova mirë se ChatGPT-ja do na thoshte si e ka emrin kjo miza. Po pra, është e kësaj i këtij lloji. Familjen. Gjinia, Califora ose Lucia, këtë tjetër. Nuk thotë është mashkull apo femër. Është lloj. Ora 23:06 minuta. Mos harroni të gjithë ju që jeni të gëzuar dhe mezi prisi 11 maj që të konfirmoni regjimin. Bravo ju qoftë, vazhdoni deri në fund. Ju të tjerët që nuk keni besim dhe thoni kot se nuk ja vlen vëlla. Ky do jetë këtu deri në 2029, pastaj do vazhdoj prap, etj, dhe i thoni mjaft më se nuk rrihet më. Mos keni asnjë hezitim. As Itali. Okej, në Greqi s'po them mos ikni sepse Greqia është vendi i perëndive dhe në fakt aty ja vlen të aty ja të vdesësh në fakt, jo të jetosh. Nuk po e fut Greqin fare. Leni Greqi me njerëz do thonë janë prapti me Greqin. Ç'në si ka? As në Francë, as në Itali, as në Gjermani, as në Angli, as fare, në Amerikë, jo. Në Kosovë do bini në qetësi dhe në ekuilibër derisa të keni jetë. Në Kosovë është një vend normal. I them gjithmonë Ledis, Ledio, mbaj gati, bëj stand-by atë videon, ku ai qeni pret, ajo është një simbolikë, është një, se ati ka shumë gjëra që shkojnë. Kjo është një nga ato. Dhe Ledi gjithmonë harroni shkëti, se s'kafe ka 100 gjëra për të është. Do të mbajmë stand-by atë Ledi, se e të themu për këtë, do të reguar ai momenti kur qeni në Kosovë në Prishtinë, pret semaforin dhe beti e shil, që të kaloj bashkë me